30 dhjetor, mos e mbyllni vitin si i njëjti person, reflektim i thellë për ndryshim personal. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Sot është 30 dhjetor, dita e fundit e plot e këtij muaji dhe pothuajse fundi i vitit. Ky është një moment i veçantë, jo thjesht një datë në kalendar, por një paralajmërim nga universi, nga zemra juaj e brendshme, që të ndaloni pak. Të ndaloni dhe të pyesni veten, a do ta mbyll këtë dhjetor si i njëjti person që isha kur ai nisi? Shumica e njerëzve kalojnë këtë periudhë duke u përgatitur për festën e vitit të ri, duke planifikuar ahengje ose pushime. Por ju që po dëgjoni këtë tani, ndjeheni se ka diçka më të thellë. Një zë i brendshëm që ju thotë, është koha të ndryshoni. Është koha të lini pas atë që ju rëndon dhe të krijoni hapësirë për diçka të re. Kjo video është një udhëtim reflektimi së bashku. Do të flasim për lënien pas të së vjetrës, për energjinë e këtij momenti, për ndryshimin me hapa të vegjël, për besimin në intuitën tuaj dhe për fillimin e ri me qëllim. Merrni një frymë të thellë. Uluni rehat. Dhe le të fillojmë. Pika 1. Lënia pas e asaj që nuk ju shërben. Le të fillojmë me diçka të thjeshtë, por të fuqishme. Imagjinoni një çantë të vjetër, të mbushur plot me gjëra të vjetra. Disa prej tyre janë të dobishme, por shumica ju rëndojnë, rroba të grisura, letra të panevojshme, gjëra që i mbani prej vitesh pa i përdorur. Çfarë bëni? E pastroni. E hidhni jashtë atë që nuk ju shërben më, për të krijuar hapësirë për gjëra të reja. E njëjta gjë vlen për jetën tuaj. Fundi i vitit është si pastrimi i asaj çante. Identifikoni zakonet që ju rëndojnë, ndoshta qëndrimi deri vonë duke scrolluar në telefon, duke humbur orë të çmuara gjumë. Ose marrëdhënie që ju thitin energjinë, miq që ju gjykojnë, ose lidhje që ju bëjnë të ndiheni të vegjël. Ose mendime negative që përsëriten si një disk i thyer, unë nuk jam mjaftueshëm i mirë, kur nuk do të arrij. Pyetni veten tani, çfarë po mbaj unë në çantën time që nuk më shërben më? Çfarë zakoni, çfarë marrëdhënieje, çfarë mendimi po më pengon të jem versioni më i mirë i vetes? Një citat i bukur thotë, lënia pas e asaj që ju rëndon është si të fluturosh më lehtë në vitin e ri. Dhe Bibla na thotë, mos kujtoni gjërat e mëparshme, mos mendoni për të kaluarën. Ja, unë po bëj një gjë të re. Merrni kohë të mendoni për këtë. Çfarë do të lini pas sot? Është e vështirë, sepse jemi mësuar me të vjetrën. Por duke lënë pas, krijoni hapësirë për bekime të reja, për marrëdhënie të shëndetshme, për zakone që ju fuqizojnë, për mendime që ju ngrenë. Shembull, një person që njoh kishte një zakon të keq të ankohej vazhdimisht. Çdo ditë ankohej për punën, për motin, për gjithçka. Por një ditë, në fund të vitit, vendosi ta linte pas. Filloi të shkruante 3 gjëra për të cilat ishte mirënjohës çdo mbrëmje. Dhe ndryshoi gjithçka. Energjia e tij u rrit, njerëzit donin të ishin pranë tij. Ju mund ta bëni të njëjtën. Sot, 30 dhjetor, është dita perfekte për të filluar pastrimin. Pika 2. Energjia e momentit. Tani, le të flasim për energjinë e këtij momenti të veçantë. Videoja origjinale përmend metaforën e lëvizjes së hënës, si një paralajmërim qiellor që të ndaloni dhe të shikoni veten me sinqeritet. Hëna ndryshon faza çdo muaj, duke na kujtuar se gjithçka është ciklike. Dhe tani, në fund të dhjetorit, është faza ku duhet të lëshojmë të vjetrën për të mirëpritur të ren. Shumë njerëz e kalojnë këtë periudhë pa e vënë re. Janë të zënë me blerje, me festa, me plane sipërfaqësore. Por ju po dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Ai zë që ju thotë, ndalu. Shikoj ku je. Çfarë po funksionon dhe çfarë jo. Ky është një moment energjie kozmike, si një portal midis të vjetrës dhe të res. Është koha të jeni të sinqert me veten. Pyetni, çfarë më ka mësuar ky vit? Çfarë dhimbjesh kam përjetuar që më kanë bërë më të fortë? Çfarë gëzimesh kam harruar të festoj? Një mesazh shpirtëror, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re, gjërat e vjetra kaluan, ja, gjithçka u bë e re. Ky është paralajmërimi, mos e humbisni këtë energji. Dëgjoni intuitën tuaj.
Ajo po ju flet tani. Mbyllni sytë për një moment. Ndjeni energjinë e këtij 30 dhjetori. Është si një frymë e re që po hyn në jetën tuaj. Pika 3. Ndryshimi përmes hapave të vegjël. Ndryshimi nuk ka pse të jetë i madh dhe i vrullshëm. Shumë njerëz mendojnë se për të ndryshuar duhet të bëjnë revolucione, të lënë punën, të ndryshojnë qytet, të fillojnë dieta ekstreme. Por jo. Ndryshimi i vërtet vjen nga hapa të vegjël të përditshëm. Si thot një citat i famshëm, hapa të vegjël çdo ditë çojnë në ndryshime të mëdha me kalimin e kohës. Ose, nga John Olden, mos kërkoni përmirësim të madh dhe të shpejtë. Kërkoni përmirësim të vogël çdo ditë. Shembull praktik, në vend të thoni do të humbas 20 kg këtë vit, filloni me një hap të vogël, shëtitje 10 minuta çdo ditë. Ose mësoni të thoni jo pa faj, filloni me një jo të vogël këtë javë. Ose kaloni më shumë kohë me njerëz që ju sjellin gëzim, telefononi një mik sot. Një shembull real, dikush donte të ndryshonte karrierën, por kishte frikë. Filloi me një hap të vogël, lexonte 10 faqe libër për zhvillim personal çdo mbrëmje. Pas disa muajsh, kishte besim të mjaftueshëm për të aplikuar për punë të re. Dhe ja ku është tani, i lumtur në një jetë të re. Ju keni fuqinë. Filloni sot me një hap të vogël. Çfarë do të jetë ai hap për ju? Mos prisni perfeksionin. Hapat e vegjël ndërtojnë momentumin. Pika 4. Besimi dhe intuita. 5 minuta. Ky është momenti të besoni intuitës tuaj. Ju e dini thellë brenda se çfarë ju nevojitet. Edhe nëse është e vështirë ta pranoni. Intuita është si një busull e brendshme, ajo ju udhëheq kur logjika nuk mjafton. Si thot Steve Jobs, intuita është diçka shumë e fuqishme, më e fuqishme se intelekti. Ose Ralph Waldo Emerson, besoni instinktin tuaj deri në fund, edhe nëse nuk keni arsye. Bëhuni të sjellshëm me veten. Jini të durueshëm. Merrni timonin e jetës në dorë. Pyetni, çfarë po më thot zemra ime tani? Çfarë vendimi po pres të marr? Besimi në intuit ju bën më të fortë, më të lumtur. Pika 5. Një fillim i ri me qëllim. Së fundi, 30 dhjetori është pika kthese. Kaloni nga të menduarit për ndryshim në veprimin drejt ndryshimit. E ardhmja juaj po pret dhe ajo formësohet nga zgjedhjet e sotme. Bëhuni trim për të filluar. Bëhuni të durueshëm me procesin. Dhe bëhuni të vetëdijshëm se keni fuqinë të ndërtoni jetën që ju përshtatet vërtet. Si thot Bibla, harroj ato që janë pas dhe shtrihem drejt atyre që janë përpara. Sot, bëni një zgjedhje të vogël drejt sëres. Përfundim. Faleminderit që dëgjuat deri në fund. Ju jeni gati për një vit të ri të mrekullueshëm. Mos harroni, ju nuk jeni i njëjti person që ishit në fillim të dhjetorit. Ju keni ndryshuar dhe do të ndryshoni akoma më shumë. Gëzuar vitin e ri. Bëni paqe me të kaluarën dhe mirëpritni të ardhmen me zemër të hapur.